Zjarri i rënë së fundmi në një pallat në Tiranë, i cili u shkrumbua pothuajse plotësisht, ka bërë ndjeshëm frikë dhe pasiguri edhe tek qytetarët e Vlorës. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë së ndërtesave, veçanërisht në zonat urbane ku ndërhyrjet e fundit në fasada dhe infrastruktura kanë ngritur pikpyetje mbi standardet e përdorura. Banorët e Vlorës, sidomos ata që jetojnë në pallate ekzistuese pranë postës në qendër të qytetit, si dhe në zonën pranë Tregut të Madh, shprehen të shqetësuar për gjendjen e ndërtesave të tyre. Këto pallate kanë qenë pjesë e një projekti për rivitalizimin e zonës historike, ku fasadat janë rikonstruktuar me synimin për të përmirësuar pamjen estetike, si dhe për të rritur vlerën urbane të zonës. Megjithatë, sipas banorëve, ndërhyrjet nuk kanë garantuar domosdoshmërisht sigurinë. Ata pretendojnë se në fasadat e rikonstruktuara janë përdorur materiale të djegshme, çka rrin ndjeshëm rrezikun në rast zjarri. Ky shqetësim nuk është i pabazë, pasi edhe gjatë kohës së kryerjes së punimeve, televizioni 6+1 Vlora ka evidentuar përdorimin e materialeve të tilla, duke ngritur pikpyetje mbi standardet e zbatimit të projektit. Një tjetër problem serioz i ngritur nga banorët lidhet me rrjetin elektrik. Sipas tyre, në disa prej pallateve kablot elektrike janë të amortizuara, si dhe në gjendje të keqe teknike. Ata paralajmërojnë se një shkëndijë e vetme mund të mjaftojë për të shkaktuar një zjarr, i cili mund të përhapet me shpejtësi për shkak të materialeve të përdorura në fasadë. Frika shtohet edhe më tej, nga fakti se ndërtesat janë të banuara dhe çdo incident i mundshëm mund të rrezikojë drejt për drejt jetët e dhjetra familjeve. Banorët ndihen të pambrojtur dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Ata bëjnë thirrje për një riinspektim të plot teknik nga specialistët e fushës për të verifikuar sigurinë e fasadave, cilësinë e materialeve të përdorura, si dhe gjendjen e instalimeve elektrike. Sipas tyre, vetëm përmes një kontrolli të tillë mund të parandalohet një tragjedi e mundshme dhe të rikthehet qetësia në komunitet. Ngjarja në Tiranë ka shërbyer si një kampan alarmi për shumë qytetarë në vend, duke nxjerrë në pa nevojën urgjente për standarde më të larta sigurie, si në ndërtim, ashtu dhe në monitorim më të rreptë të projekteve urbane. Në Vlorë, banorët presin që shqetësimet e tyre të merren seriozisht dhe të mos neglizhohen deri në momentin kur mund të jetë tepër vonë.